Unë mendoj që nuk është të vështirë që të votojnë qytetarë shqiptarë. Qytetarëve shqiptarë është t'u jepet mundësia, edhe jam i bindur, se 50% të deputetët kësaj sale nuk kanë për të pas shanse me hynë të salë sepse emigrantët nuk shiten me një thes melli. Që këtu deputet ka me një thes melli, këtu e deputet melli. Këtu s'janë deputet me programe, me ide, me punë. Qa i ofru të Shqipërisë tash 25 vjetë? Që mbas 25 vjetë t'ikin në emigracion për sëri? Faleminderit, zotin Docaj. Mbas 25 vjetë... Lutem shumë. Kërkojmë asil politik. Faleminderit, zotin Docaj, përfundojni se nuk keni më mikrofon. Ka marrë dy fishin e kohës që i takon si pas regulores së parlamentit. Dy fishin e kohës, matet atje koha. Ta që mos e bëj veten kot të... Jo, mua nuk më vën pozit, po mos vur veten pozit. Mos vur veten. Zoti Noca, jo 5 minuta, se s'do bëjmë pasar minutash këtu, po merrni dhe 1 minutë dhe pastaj mbyllet.